Депонијата за отпад во Липково, од која се шири чад и постојано загадување, станува сериозен здравствен ризик за жителите на општината Липково и пошироко. Запрашан за ова, министерот за животна средина и просторно планирање Изет Меджити рече дека без разлика чии се надлежностите, ќе им излезат на помош на општината Липково за отстранување на дивите депонии. Pa marrë parasysh të ingerencat e kujt janë, dë ndihmojmë edhe komunën e Likovës, edhe qytetarët e Likovës, edhe me deponitë e egra, ndërsa sa i përket deponive regionale, të cilët kanë qenë të bllokuara, 2 kredi, pra një është nga Banka Evropiane për Zhvillim dhe tjetra nga Banka Evropiane për Investim, sepse në të kaluarën, domethënë më me rëndësi kanë pas se kush i udhëheq komunat, a janë të partisë së tyre apo jo, për ne më rëndësi janë qytetarët, prandaj ka zhvillim mjaft të madh, domethënë sa i përket edhe projekteve të infrastrukturës nëntoksore nëpërmjet Bankës Evropiane për Investim. Пред неколку дена, жителите се пожалија дека има луѓе кои дури и заминуваат од селото поради оваа депонија. Diçka të thotë ti zgjon me fletën 45 verës në zet, ti zgjon me qil gjomët, se helmosh. Kena njerëz me haus me shkanë smutë, di që ikin jashtë katunit kur vëjnë të poshtë, kur e bre era të poshtë. Po komuna e Likovës jep, nuk jep të rkush. Ato shka e derdhe, punëtorët e komunës. Komuna e di komuna, se bepi se lipët me prun bagerin me qëstatë çdo ditë me pasru. Ato e fugin, o zotri, kena pa me si të tërë. Komuna e Likovës i hedh atje, por ama për djegjen. E në djegjen ajo e banë. Se mujtet me rujtën, nuk ka një ditë. 99% ajo e banë, 99%. A ndodh shpesh që digjet ti vet flaka kësaj deponie? Kur s'nalet. 99% e kin ndezur. Градоначалникот на Липково Еркан Арифи во септември минатата година изјави дека од 2018 година се планираше да се изгради фабрика за рециклирање, но оваа идеја остана во заборав. Додека властите не најдат решение, жителите кои живеат во околината ќе продолжат да дишат загаден воздух секој ден.